Në Kukës në ambientet e Hotel Amerikës u shfaq filmi Mundie, një film aksion shqiptaro-amerikan i shkruar nga Ilir Luma. Producenti i filmit, Fatmir Bardhoci, rretheu përfaqësinë e filmit, projekti i parë shqiptar që u xhiruar në Hollywood dhe aq më shumë një film që flet për historinë, traditat dhe kulturën e popullit shqiptar. Filmi Mundie, tema kryesore e saj është pjesë nga jeta ime dhe ka të bëjë me ngjarjet të cilat kanë ndodhur në Kukës dhe mbi të gjitha është një dramë e cila vjen nga komunizmi, një dramë e cila vazhdon edhe sot. Flasim për ngjarje tragjike të cilat kanë ndodhur në Kukës, flasim për varrin e poetit Avzinela dhe dramën e komunizmit e cila i ndjek shqiptarët deri në ditën e sotshme. Filmi i cili është incizuar në 6 vende të botës, përfshirë Hollywood, New York, Meksik, Gjermani, Shqipëri dhe Kosovë. Ka marrë deri tani 8 çmime ndërkombëtare, ndërkohë ka fituar festivalin e filmave aksion në New York me 3 çmime ndërkombëtare, ka fituar festivalin e filmave sportiv në Itali, ku është shpallur filmi më i mirë, 3 çmime ndërkombëtare në festivale europiane dhe është shfaqur në Hollywood, në Venecia Film Festival, në Berlin dhe në München, Munich, tani edhe në Kukës. Në filmin që ka fituar 8 çmime ndërkombëtare përfshihet edhe skena e varjes së poetit Havzinela, një ngjarje që producenti Bardhoci e ka parë kur ishte 14 vjeç. E pranishme në shfaqjen e filmit ishte edhe Lavdia Nela, bashkëshortja e poetit. Filmi Mundie është filmi i parë dhe i vetëm në historinë e popullit shqiptar që është prodhuar në një nivel të tillë dhe me aktorë më të njohur të nivelit hollywoodian dhe botror si Michael Peyer, Eugenia Kuzmina, Eric Roberts e gjithashtu edhe James Bond, i cili luan rolin e Joe Biden.